Roja bregtetare e Tajvanit ka deklaruar se ka ndodhur një tjetër përballje e tensionuar me forcat e rojës bregtetare kineze pranë ishuve Pratas në pjesën veriore të detit të Kinës Jugore. Sipas autoriteteve në Taipei, një anije kineze ka hyrë në ujërat të kufizuara pranë zonës së kontrolluar nga Tajvani, duke injoruar paralajmërimet dhe thirrjet për ndryshim kursi. Incidenti është raportuar si përplasja e dytë e këtij lloji brenda 2 javësh në të njëjtën zonë strategjike. Në komunikimet radiofonike të publikuara nga Roja Bregtetare e Tajvanit, anija tajvaneze i ka kërkuar homologës kineze të largohet menjëherë nga ujërat e pretenduara, duke theksuar se veprime të tilla rrezikojnë sigurinë rajonale dhe stabilitetin ekonomik global, veçanërisht sektorin teknologjik. Ishujt Pratas, të vendosur rreth 400 km larg ishullit kryesor të Tajvanit, konsiderohen nga ekspertët si një pikë e ndjeshme strategjike për shkak të distancës së madhe dhe ekspozimit ndaj presionit ushtarak kinez. Pekini vijon të konsiderojë Tajvanin pjesë të territorit të tij, ndërsa autoritetet në Taipei e kundërshtojnë këtë qëndrim dhe theksojnë se sovranitetin e tyre. Gjatë viteve të fundit, Kina ka rritur praninë ushtarake dhe patrullimet në zonat përreth ishullit. Autoritetet tajvaneze thonë se anija kineze ka kryer manovra të papritura dhe ka hyrë me forcë në zonën e kufizuar detare, pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura. Situata ka shtuar shqetësimet për përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve në rajon.